ne si që folën edhe pa folësin më parë, ne këto probleme kemi. Rruga na blokua, jemi në gjendje shumë të keqe. Ne s'kemi ku të vejmë, ne këtu në fshat do rrimë. Se ku të vesh, ja do ish, ja do besh. Ne fëmijët i kemi largë, do vinë me makinë, ku do hynë? Do vend do rrethojnë andë mbandë, s'kan ku të vejnë. Do ikun po gradec. Kam një hall, kam një problem, se arritot makinën së fshatit, se makinën teme s'kam. Do hyjë në makinë, makina këtu s'qëndron. Do vej makina atje, në rëtullimi. Unë nuk i do të në përfshat, tik më kembë, se po bëjmë 70 vjetë, tik poshtë në përfshat, unë nuk ka arri dot. Të vi këtu, në kembë, në për ato stratës, nuk vi dot, se të shqypin makinat. Prandaj ne duhem rrugat të në hapet, nuk kemi. Çfarë do bëni ju si zonjë edhe banorët e tjerë në rast se kjo rrugë mbyllet? Ne blokojmë si fshatet, na ekin si fshat, na ekin faret, na marrin, na çojnë poshtë. S'ke, ne të vinë, neve nuk na ka bërë njëtë, na vi njëri kretari bashkisët, na vi njëri i komunës të Trebinjës, vit na bëj njëtë, na fshtjeldi si fshat që jemi, qarë halli kini, qarë problemi kini, nuk na ka i ras njeri. Edhe është banore këtij fshati? Unë kam 25 vjet. 25 vjet, e lindur, e rritur, e martuar këtu. Këtu jam. Prandaj ne nuk kemi ku të vejmë.